A bën vetëm 2 apo edhe 4 rekate, si Po, kjo të forma si me i falë, po. Mirë, na elabora pak edhe këtë aspekt. Disa prej djetarëve, hadithin që pejgamberi alayhi salam thotë 2 nga 2, nuk bëhen ndrysheve se 2 rekate. Për shkak se hadithi është i qartë dhe kështu ka qenë namazi i tina. Ndërsa disa tjerë që besoj që i kanë mbledh më shumë hadithet dhe kanë pas kohë më gjatë me medituar aty, thonë që bën edhe 4 apo edhe bën më shumë. Kjo për 2 shkaqe. Shkaku i parë, hadithi Aishës që thotë i fali 4, mos pyet për bukurinë dhe gjatësinë e tyre. Ka dhënë fare sharetin numër 4. Po 4, s'po thotë i fali 2, pastaj 2, pastaj 2. Dhe e dyta te forma e vetrit. E që ka ardhur mas 8 rekate ka dhënë selam. Që do ta përmendim edhe ka fundi emisionit gjithsesi. Dhe gjithë kjo është e mubah e lejune që nuk mujna me... Dhe nuk ka rigorizitet të rebile, hoq këtu e përmendin edhe shembullin e Muadhit radhiyallahu anhu, i cili ka falë Yatsin me pejgamberin sa, kur është kthyja ka falë të njëjtin Yatsi xhamatit, familjes, po për të ka qenë nafile. Sigurisht. Po të ishte ndaluar nafilja në 4 rekatësh, nuk do ta bënte në gjë të tillë. Edhe kjo është ajo që... Dhe ky veprim i është tregu pejgamberit i cili e ka provu përveç qortimit në aspekt tjetër që ka. Sinqerisht falenderoj se nuk e komendoj si argument këto. Po, ajo është argument Zotit me kohë. Për çata jemi në bashkëbisedim këtu. Allah të rrit.